nderuar të rishikues, përshëndetje, jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Në një bashkëbisedim të gjatë me ndjekësit në rubrikën Sy më Sy, kryeministri i vendit Edi Rama foli për zhvillimet më të fundit politike në vend. Ai komentoi edhe samitin e komunitetit politik evropian, ndërsa theksoi se reforma në drejtësi është një prej arritjeve më domethënëse të qeverisë së tij. Rama vuri në dukje se investimet në zonat veriore kanë qenë më të mëdha të ndonjëherë krahasuar me çdo qeveri të mëparshme. Në një komunikim të gjatë të drejt për drejt me qytetarët përmes rubrikës Sy më Sy, kryeministri Edi Rama u ndal tek zhvillimet më të rëndësishme politike dhe institucionale në vend, ndërsa foli dhe për samitin e komunitetit politik evropian. Aktor me besueshmëri të lartë, një aktor të respektuar dhe një protagonist të procesit të reformave në Ballkanin Perëndimor, pra së bashku me Malezi, një antar i ri potencial i Bashkimit Evropian. Është patjetër geopolitika që dikton këtë përshpejtim, BE-ja nuk të fal absolutisht asgjë, në asnjë rrethana, për asnjë arsye. Me një ton të qetë për të vendosur, ai vlerësoi arritjet e qeverisë së tij në procesin e reformave, veçanërisht atë të drejtësisë, të cilën e cilësoi si gur themelin në ndërtimin e shtetit të së drejtës. Sipas tij, Partia Socialiste ishte forca që e shtyu përpara këtë reformë, e cila po jep rezultatet e para konkrete. Prezencë e përçmuar në tryezat e Europës, statusin kandidatit. E diti kur e ka marrë statusin kandidatit Maqedonia për të hyrë në Europë në 2005. Po Serbia di kur e ka marrë dritën e Shile për të hapur negociatat në 2014. Ne i kemi hapur negociatat vetëm vjet, se na penguan për arsye që i kam shpjeguar një mirë. Dhe ja ku jemi sot. Jemi me fjalët e tyre jo të mia, front run, para roja. Një pjesë e rëndësishme e diskutimit u përqendrua dhe tek ndarjet e perceptuara mes Veriut dhe Jugut të vendit. Rama i hodhi poshtë këto ndarje duke theksuar se për herë të parë Veriu ka përfituar investime masive në infrastrukturë dhe projekte strategjike. Turp populli që i beson këtij të smurit, u mua domethënë, andon ferti. Ti thuash turp popullit është kurajo e madhe, se vetëm popullit nuk i thuhet turp. I thon pa pik turpi, njerëzve, ikën 1 milion shqiptarë, ndërkohë që nga censusi i bërë, nga numërimi shtëpi shqiptarëve, janë 2.4 milion sot aktualisht që janë këtu. E nëse kanë ikur 1 milion, nga 1.2 mos gabohen, kishin ikur deri në kohën kur ne kemi marrë detyrën, i bie domethënë që ne jemi shumë më tepër sa që jemi, bjetimi 4.6 milion, që nuk jemi në fakt. Kështu që bëjni mirë llogaritë e para. Dhe e treta, nuk jetojmë më në bunkerin e Enver Hoxhës. Jemi të lirë të ikim e të vim. Por që çdo gjë që kemi thënë, e kemi bërë, po e bëjmë dhe do ta bëjmë, kjo as nuk diskutohet. Në fund të bashkëbisedimit, kryeministri u shpreh se komunikimi drejt për drejt me qytetarët është mënyra më e ndershme për të dëgjuar zërin e tyre dhe për të sqaruar çështjet që shpesh deformohen nga zhurma politike apo spekulimet në media. Kryeministri i vendit Edi Rama njoftoi se nga viti 2026 programi i bonusit të bebes do të kalojë në një sistem të ri me pagesa mujore sipas numrit të fëmijëve në familje. Gjatë një vizite në Burrel, Rama ndau gjithashtu planet për rritjen e pensioneve, duke premtuar një rritje të konsiderueshme për ata që kanë kontribuar në sistemin e sigurimeve shoqërore. Në një deklaratë nga Burreli, kryeministri Edi Rama bëri me dije ndryshime të mëdha që do të ndodhin në programin e bonusit të bebes, duke nisur nga viti 2026. Sipas tij, skema e pagesës do të ndryshojë duke kaluar nga ndihmë financiare në çek me pagesa mujore. Do ta rikonceptojmë programin e bonusit të bebes, duke filluar nga viti 2026, dhe në vend të ndihmës financiare me çek, do të ecim me një tjetër skemë që është më e avancuar patjetër, sipas numrit të fëmijëve, me pagesa mujore 2 vjeçare, 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Kryeministri përmendi gjithashtu që rritja e pensioneve është një prioritet i qeverisë, duke synuar të çojë pensionin minimal në 200 euro dhe pensionin mesatar për ata që kanë kontribuar në sistemin e sigurimeve shoqërore në 400 euro. Ta çojmë drejt 200 eurove, ndërkohë që mesatarin për ata që kanë paguar sigurinë shoqërore ta çojmë në 400 euro. Ky është synimi. Mirë po keni parasysh një gjë, që
Në fund të ditës e gjitha kjo është histori lekësh. Ai nuk la pa ironizuar opozitën duke u shprehur se në 11 maj mund të bëhet një hap i madh për të ardhmen e vendit, por nëse nuk do të bëhet e duhura, mund të duhen edhe disa mandate për të arritur progresin e nevojshëm. Rama përfundoi me një premtim për dyfishimin e mbështetjes për fëmijët me aftësi të veçanta. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim me prodhues të sektorit bujqësor, ku ka shpallur plane të detajuara për nxitjen e kultivimin dhe eksportin e bimëve mjekësore. Ai ka bërë të ditur se po zhvillon kontakte me autoritetet amerikane për të eliminuar tarifat tregtare. Në rast se kjo nuk realizohet, Berisha premton mbështetje financiare për fermerët. Sipas tij, ky sektor do të kthehet në një përparësi kombëtare. Në një takim me përfaqësues të sektorit bujqësor, Sali Berisha prezantoi programin e Partisë Demokratike për zhvillimin e kultivimin dhe përpunimin e bimëve mjekësore. Thash, do subvencionohet fuqishëm i gjithë procesi, gjerë në eksport. Do krijohen lehtësi të mëdha logjistike të grumbullimit të këtyre bimëve. Do krijohen lehtësi të mëdha për industrinë e përpunimit të tyre në vend. E shtruhet çështja e tarifave, shumë e drejtë. Cili është qëndrimi ynë ndaj tarifave? Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për 0 tarifa. Ne do i vendosim 0 tarifa me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me 0 tarifa dhe ju të përfitoni. Ai u shpreh se po negociohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mundësuar tregti të lirë pa tarifa doganore për eksportuesit shqiptar. Nëse kjo marrëveshje nuk konkretizohet, Berisha garantoi kompensim të plot për çdo tarifë që u vendoset fermerëve nga shtetet partnere. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë. Ne do kompensojmë ju plotësisht tarifën e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni. Përveç kësaj, Berisha siguroi se nëse Partia Demokratike rikthehet në qeveri, do të subvencionojë çdo hap të zinxhirit të prodhimit, nga mbjedhja te grumbullimi e deri tek eksporti. 4 ose 5 fishojmë subvencionin për fermerët. Do të subvencionojmë çdo hektar të mbjell, çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti dhe çdo fidan të mbjellur. Për ju si sektor i veçantë, do të subvencionojmë çdo përpjekje tuaj për mbledhje, për kultivimin, për mbledhjen, për grumbullimin, për përpunimin dhe për eksportin. Ju garantoj se do të jetë një sektor me përparësi absolute. Berisha paralajmëroi gjithashtu hetime për licencat e dhëna për mbledhjen e kanabisit gjatë qeverisjes aktuale. Ai e mbylli fjalën duke theksuar se bujqësia është veçanërisht sektori i bimëve mjekësore dhe do të marrë vëmendje të posaçme në programin e tij qeverisës. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për përjashtimin e treshës gjykuese që po shqyrton rekursin e tij për masën e sigurisë detyrim paraqitje. Vendimi u dha nga gjyqtari Anton Dimitri, ndërsa seanca e rekursit është shtyr për me datën 22 prill. Pas së shqyrtimit të rekursit, gjykata do të vendosë nëse do të pranojë kërkesën e Berishës apo do ta lërë në fuqi vendimin e apelit posaçëm. Gjykata e lartë ka dhënë një vendim të rëndësishëm për kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha duke rrëzuar kërkesën e tij për përjashtimin e treshës gjykuese që përbëhet nga gjyqtarët Ilir Panda, Sokol Binaj dhe Sander Simoni në lidhje me gjykimin e rekursit të tij në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Vendimi u mor nga gjyqtari Anton Dimitri në seancën që ishte parashikuar për të martën, e cila u shty për datën 22 prill. Në këtë seancë, gjykata e lartë do të shqyrtojë edhe rekursin e Sali Berishës dhe të Maltezit për masën e sigurisë për të vendosur nëse do të pranohet kërkesa e Berishës ose do të lërë në fuqi vendimin e dhënë nga apeli i posaçëm në janar të këtij viti. Çështja ka lidhje me masën e sigurisë për Berishën, të cilën GKK e revokoi në 2024, duke i mundsuar atij të jetë në arrest shtëpie. Pas ankimimit nga SPAK, apeli i posaçëm vendosi rikthimin e masës së sigurisë detyrim paraqitje.
Ky vendim u mor duke u bazuar në faktin se Berisha kishte qëndruar i izoluar në shtëpi për më shumë se 300 ditë dhe si drejtues si një partie politike ishte i lidhur ngushtë me proceset politike në vend. Gjyqtari Engert Pullumbi që mori vendimin shprehu shqetësimin se Berisha mund të mos e respektonte masën, ashtu siç kishte ndodhur edhe vitin e kaluar. Për më tepër, Sali Berisha është në hetim nga prokuroria e posaçme antikorrupsion për akuzat e korrupsionit pasiv, ndërkohë që procesi gjyqësor ka kaluar në fazën e marrjes së vendimit për kalimin e dosjes për gjykim. Ky zhvillim është një tjetër hap i rëndësishëm në një çështje që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe që pritet të ketë pasoja të mëtejshme për të akuzuarit dhe Partinë Demokratike. Ecime të tjera informacione, një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Tiranë ku një sherrje e eskaluar deri në përdorimin e armës ka lënë një person të plagosur. Konflikti ka shpërthyer brenda një restoranti në rrugën Sami Frashëri, ndërsa autorët janë larguar me shpejtësi për t'i shpëtuar policisë. Forcat e rendit kanë sekuestruar armën e përdorur dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Një përplasje fizike dhe përdorim arme ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në një restorant të Tiranës duke shkaktuar një të plagosur. Sipas dëshmive, ngjarja ka ndodhur në një tavolinë me 7 persona të pranishëm, të cilët u përfshin fillimisht në një konflikt verbal. Pas fyrjeve dhe ofendimeve, tensionet shpërthyen në dhunë fizike, ku përveç grushtave dhe goditjeve me karrike, një prej tyre nxorri një armë dhe qelloi. Për shkak të një mosmarrëveshje ende të pasqaruar, një person ka mbetur i plagosur dhe dyshohet se është goditur disa herë me qytën e pistoletës. Pas ngjarjes, të dyshuarit janë larguar me shpejtësi nga vendi i incidentit duke ikur me 4 makina. Policia ka mbritur shpejt në lokal dhe ka sekuestruar një këzhojës dhe armën e zjarrit e cila është lënë brenda restorantit pas rënjes gjatë përleshjes. Aktualisht, arma është dërguar në laborator për ekspertizë dhe për të identifikuar ADN-n dhe shenjat e gishtave, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur plotësisht ngjarjen dhe identifikuar të dyshuarit. Sidoqoftë, deri tani nuk ka asnjë informacion lidhur me identitetin e të plagosurit apo përkatësinë e personave të tjerë të pranishëm në vendngjarje. Policia nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar mbi ngjarjen. Një tjetër ngjarje e rëndë ka tronditur një shkollë 9-vjeçare ku një mësues është arrestuar me dyshimet për ngacmim seksual ndaj nxënësve të mitur. Alarmin e kanë dhënë kolegët të cilët kanë vënë re sjellje të papërshtatshme nga ana e tij. Ai ka tentuar të largohet nga vendi por është ndaluar në momentet e fundit. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në komunitetin shkollor dhe pritet hetimi plot nga autoritetet. Një mësues i ciklit të ulët 55 vjeç është vënë pranga nga policia pasi ndaj tij rëndon akuza për sjellje të papërshtatshme ndaj nxënësve të mitura. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se ai dyshohet se ka ngacmuar 14 vjeçare në ambientet e shkollës, si përmes fjalëve ashtu edhe në kontakt fizik. Sjelljet e tij u vunë re nga disa kolegë, të cilët sinjalizuan drejtorin e shkollës. Pas informimit, drejtori njoftoi menjëherë organet ligjzbatuese duke çuar në nisjen e hetimeve. Në përpjekje për t'u shmangur drejtësisë, mësuesi është përpjekur të largohet jashtë vendit duke u ndaluar në aeroportin e Rinasit. Hetuesit kanë marrë në pyetje vajzat e mitura në prani të psikologut, ndërsa familjarët e tyre shprehen se nuk kanë pasur dieni për ndodhin. I dyshuari ka mohuar çdo akuzë dhe ka pretenduar se udhëtimi i tij jashtë vendit lidhej me arsye personale. Prokuroria ka nisur procedurat për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe mbledhjen e provave të nevojshme. Në sadhën e gjyqit seanca për dosjen e njohur Plumbi i Artë u shndrua në një skenë tensioni të lartë ku avokati Ilirian Dyzeri dhe i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani u përplasën verbalisht. Gjithçka nisi për një shprehje që u interpretua si kërcënim ndaj avokatit duke shkaktuar një reagim të fuqishëm nga ana e tij. Avokati braktisi sallën, ndërkohë gjykata u detyrua të ndërpriste përkohësisht seancën për të shmangur për shkallëzimet e situatës. Seanca e radhës për çështjen e njohur Plumbi i Artë ka kaluar përtej kufive të një procesi të zakonshëm gjyqësor pasi tensionet mes palëve kanë shpërthyer në një përplasje të papritur. Avokati Ilirian Dyzeni, që mbron të pandeurin Besian Xhixha, ka pretenduar se gjatë seancës është kërcënuar nga i pandeuri i drejtësisë Nuredin Dumani. Ky fundi, sipas avokatit, përdori një shprehje të pazakontë, i e në ofertë, që në gjuhën e zakonshme mund të nënkuptojë një kërcënim të mundshëm për jetën e tij. I zemëruar nga mungesa e reagimit të prokurorit të Spakut Altin Dumani, avokati Dyzeni, duke konsideruar
konsideruar të papranueshëm kërcënimin dhe indiferencimin e prokurorit, ka shpërthyer me tone të larta duke u larguar nga sallga me thirrje të forta. Situata u pasua me ndërhyrjen e gjykatës, e cila urdhëroi largimin e Dumanit nga salla dhe ndërpreu përkohësisht seancën për të shmangur për shkallëzimin e tensioneve. Pas incidentit, avokati Dyzeni pranoi se mund të ketë reaguar emocionalisht, por e theksoi se kjo situatë është që përsëritje e rasteve të ngjashme që ka hasur gjatë këtyre proceseve. Ai kërkoi që të merreshin masa të forta për të siguruar që një gjë e tillë të mos ndodhë më, duke shtuar se dhomës së avokatisi është kërkuar që të ndërhyjë dhe të kërkojë shtyrjen e seancës për shkak të tensioneve të përsëritura që kanë rënduar situatën në sallën e gjyqit. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos ka nënvizuar rëndësinë e përshpejtimit të reformave për vendet e Ballkanit Perëndimor, duke përmendur avancimin e Shqipërisë në procesin e negociatave. Ajo vuri në dukje se vetëm në 5 muaj Shqipëria ka hapur më shumë kapitoj se 5 vitet e fundit dhe se ky është vetëm hapi i parë në një proces që do të vazhdojë me mbylljen e kapitujve të tjerë gjatë vitit. Në një samit të zhvilluar në Sofje të Bullgarisë, komisionera për zgjerim Marta Kos bëri një bilanc të avancimit të negociatave të Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar hapjen e grupeve të kapitujve që është arritje në 5 muaj. Sipas saj, vetëm në këtë periudhë janë hapur më shumë kapituj se në 5 vitet e fundit dhe ky proces ka mundësi të vazhdojë me ritme të shpejta gjatë vitit. Kos ka theksuar gjithashtu se ky avancim është vetëm fillimi dhe se vendet kandidate duhet të tregojnë rezultate në reformat për të vendosur një anëtarësim të suksesshëm. Në fjalën e saj, Kos u bëri thirrje shteteve të Ballkanit Perëndimor që të vazhdojnë reformat dhe të bashkëpunojnë ngushtë në nivel rajonal. Ajo theksoi se për të përfituar nga mundësia ofruar nga BE-ja, liderit duhet të kenë forcë për të udhëhequr me reforma të thella dhe të bëjnë kompromiset të nevojshme. Komisionerja gjithashtu inkurajoi vendet kandidate të përfitojnë nga plani i rritjes prej 6 miliardë eurosh që Bashkimi Evropian ka ofruar për të mbështetur procesin e reformave. Kos theksoi se avancimi i Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit ka pasur ndikim të drejtpërdrejtë në forcimin e stabilitetit rajonal. Ajo i cilësoi rëndësinë e bashkëpunimit midis shteteve të rajonit Bashkimit Evropian për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm dhe prosperitet. Komisionerja nënvizoi se kjo është një mundësi për të krijuar një të ardhme më të mirë për qytetarët përmes implementimit të standardeve europiane dhe forcimit të sundimit të ligjit. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Parlamenti i Kosovës ka dështuar sërish të konstituohet pasi nuk u miratua verifikimi i mandateve gjatë seancës së kësaj të njëjteje. Komisioni i përkohshëm i verifikimit të mandateve nuk e ka çuar raportin për votim, duke penguar fillimin e procesit të konstituimit të parlamentit. Pas një konsultimi mes deputetësh, drejtuesi i seancës shpalli ndërprerjen e seancës dhe njoftoi për një mbledhje të re pas 2 ditësh. Parlamenti i Kosovës nuk ka mundur të konstituohet sërish pas dështimit të seancës së mbajtur këtë të njëjtë ku nuk u verifikuan mandatet e deputetëve. Në nisje të seancës, Avni Dehari, deputeti më i vjetër nga lëvizja vetëvendosje, thirrri një konsolidim me grupet parlamentare, por nuk u arrit asnjë konsensus mbi rrugën që do të ndiqej. Pas konsultave, Dehari vendosi të ndërprej seancën dhe njoftoi se do të mbahet një mbledhje tjetër në orën 12 me 19 prill. Ai theksoi se përfaqësues të disa partive kishin braktisur takimin dhe se nuk ishin arritur një dakordsi për procedurat e mëtejshme. Deri më tani në sallë ishin pranishëm 100 deputet. Më herët gjatë kësaj jave një tentativë parë për konstituimin e parlamentit e mbajtur të martën ka dështuar gjithashtu. Deputetët nuk arritën të miratonin verifikimin e mandateve, ndërkohë që opozita ka akuzuar qeverinë e Albin Kurtit për pengimin e procesit të konstituimit, duke pretenduar se Kurti nuk ka dorëzuar aktin formal të dorëheqjes. Opozita në seancën e parë akuzoi se vetëvendosja nuk ishte 61 vota të mjaftueshme për miratimin e verifikimit të mandateve, zgjedhjen e kryetarit të parlamentit apo dhe votimin e qeverisë së re. Sipas opozitës, vonesa në procesin e konstituimit të parlamentit ishte një taktik nga qeveria për të fituar kohë. Përplasja politike dhe mungesa e konsensusit mes partive po i shtoi tensionet në Kosovë, duke bërë më të vështirë formimin e institucioneve të reja. Deputetët e opozitës shprehin shqetësim për bllokimin e punës në parlament, duke kërkuar që procesi i konstituimit të përfundojë sa më shpejt për të filluar trajtimin e çështjeve të rëndësishme për vendin. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje mbrojnë pozitat e tyre, duke thënë se është e nevojshme një pajtueshmëri e plotë para se të kalojmë tek fazat e tjera të procesit. Ky bllokim i procesit ka ngjallur frikë për vonesa të mundshme në realizimin e reformave dhe zhvillimin e mëtejshëm të shtetit.
Në gjykatën themelore në Prishtinë ka nisur seanca e parë për rastin e sulmit në Banjës të Zveçanit, ku 45 persona janë akuzuar për terrorizëm dhe vepra të tjera të rënda. 3 të arrestuarit po përballen me akuza lidhur me sulmin që ndodhi në shtator të vitit 2023, duke rezultuar me vrasjen e një polici dhe 3 agresorëve. Seanca e parë për rastin e rëndë të sulmit në Banjisk, që tronditi Kosovën në shtator të vitit 2023, ka nisur në gjykatën themelore në Prishtinë. Ky sulm, që përfshinte një grup të armatosur serb, rezultoi në vrasjen e policit kosovar Afrim Bunjaku dhe 3 agresorëve të tjerë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Vladimir Tolliçit, Blagoj Spasojević dhe Dušan Maksimović, 3 nga të arrestuarit që ishin pjesë e sulmit, janë të akuzuar për terrorizëm dhe vepra të tjera të rënda penale. Në shkëmbimin e zjarrit, forcat e rendit reaguan menjëherë dhe ndaluan sulmuesit. Por përmes hetimeve, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti aktakuzë ndaj 45 personave të dyshuar, shumica prej të cilëve janë ende në Arati. Aktakuzat përfshin terrorizëm, financim të terrorizmit dhe krime të tjera, ndërsa përveç Tolliçit dhe Spasojević, Dušan Maksimović ka shpallur pafajësinë e tij. Prokuroria ka paraqitur prova të shumta për të mbështetur akuzat, përfshirë video incizime, analizë të pajisjeve elektronike, përgjigje nga autoritetet të huaja, si dhe dëshmitë e mbledhura nga dëshmitarët. Edhe pse disa të akuzuar janë ende të aratisur, autoritetet kosovare janë të angazhuara për të quar përpara këtë çështje dhe për të siguruar që ata që qëndrojnë pas këtij sulmi të përballen me drejtësinë. Eci me zhvillimet nga bota, përfaqësues të lartë amerikan dhe europian do takohen në Paris për të diskutuar mbi një strategji të përbashkët për përfundimin e luftës në Ukrainë. Në këtë takim me peshë marrin pjesë emisari i posaçëm i Donald Trump dhe senatori Marco Rubio. Ata do të zhvillojnë bisedime me presidentin francez Emmanuel Macron dhe përfaqësues të tjerë të lartë europian. Në fokus do të jetë shtimi i presionit diplomatik ndaj Rusisë dhe mundësia e një armëpushimi pa kushte. Në një përpjekje të re për të ndalur konfliktin në Ukrainë, përfaqësues të nivelit të lartë nga SBA dhe Europa do të mblidhen në Paris këtë të enjte. Emisari i Donald Trump, Steve Witkoff, së bashku me senatorin Marco Rubio, do të takohen me lider europian për të koordinuar një qasje të përbashkët në raport me situatën në Ukrainë. Në tryezën e bisedimeve do të jenë edhe sekretari i jashtëm britanik David Lammy, si dhe diplomatët kryesor të Francës dhe Gjermanisë. Ky është një nga angazhimet më të rëndësishme transatlantike që nga fillimi i luftës në shkurt, veçanërisht pasi SBA, nuk ka qenë e përfshirë aktivisht në konsultime të rregullta me aleatët e saj evropian gjatë muajve të fundit. Temë kryesore do të jetë gjetja e mënyrës për të ndalur luftimeve, ndërsa pritet që SBA të shtojë presionin mbi Moskën për të pranuar një armëpushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Witkoff do të raportojë gjithashtu mbi takimin e tij të fundit me presidentin rus Vladimir Putin, çka e bën këtë takim të një rëndësie të veçantë strategjike. Presidenti amerikan Donald Trump ka refuzuar të mbështesë një sulm ushtarak të Izraelit ndaj objekteve bërthamore të Iranit, duke zgjedhur rrugën e negociatave me Teheranin. Sipas burimeve të New York Times, operacioni ishte planifikuar për në muajin maj dhe kishte për synim të pengonte avancimin e Iranit drejt armatimit bërthamor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka ndërhyrë për të ndaluar një aksion të planifikuar nga Izraeli ndaj qendrave bërthamore të Iranit, me qëllimin për të shmangur një përshkallëzim të ri ushtarak në lindjen e mesme. Sipas raportimeve të New York Times, Izraeli kishte përgatitur sulmin për muajin maj në një përpjekje për të goditur kapacitetet strategjike të Iranit që lidhen me zhvillimin e një arme bërthamore. Sulmi ishte konceptuar si një goditje parandaluese, ndërsa ndihma amerikane do të ishte vendimtare për të siguruar efikasitetin e operacionit, por edhe për të mbrojtur Izraelin nga hakmarrja iraniane. Megjithatë, pas muajsh diskutimesh të brendshme, Trump vendosi të mos autorizojë ndërhyrjen ushtarake dhe të provojë rrugën diplomatike. Si pjesë e kësaj qasje të re, SBA dhe Irani zhvilluan një takim të rëndësishëm në Oman, i pari që nga fillimi i mandatit të Trump në vitin 2017. Bisedimet u përshkruan nga të dyja palët si konstruktive dhe shpresëdhënëse, duke lënë të kuptohet se ekziston një terren për marrëveshje. Një raund i dytë bisedimesh është planifikuar për të shtunën dhe sipas burimeve diplomatike, vendi i takimit do të jetë Roma. Diplomatët evropian, të cilët po ndjekin nga afër zhvillimet, kanë shprehur dëshirën që Shtetet e Bashkuara të ushtrojnë më shumë presion mbi Teheranin për të pranuar një armëpushim dhe për të hyrë në bisedime pa kushte. Për momentin, vëmendja është përqendruar tek përpjekjet për të shmangur një tjetër konflikt rajonal, ndërsa pritet me interes nëse bisedimet në Rom do të sjellin një hap konkret drejt një marrëveshjeje të re bërthamore.
Vendimet e fundit tarifore të presidentit amerikan kanë shkaktuar lëkundje në tregjet financiare ndërkombëtare duke dobësuar ndjeshëm pozitat e dollarit amerikan dhe duke ngjallur shqetësime për një recesion të mundshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lëvizjet më të fundit të presidentit amerikan Donald Trump në drejtim të tarifave doganore kanë krijuar një valë shqetësimesh në tregjet financiare anë mban globit. Ndërsa bursat botërore kanë arritur të rikuperojnë pjesërisht humbjet, dollari amerikan ka dalë si një nga humbësit më të mëdhenj nga kjo krizë e re tregtare. Sipas analistëve të tregjeve valutore, pas njoftimit për tarifat e reja, investitorët kanë braktisur dollarin dhe janë orientuar drejt valutave më të qëndrueshme si euro, frangu zviceran dhe jeni japonez. Kjo ka sjellë një rritje të ndjeshme të vlerës e euros, e cila në disa tregje ka kapërcyer kufirin në 1.14 dollarëve, niveli më i lartë në 3 vitet e fundit. Indeksi i dollarit, që mat forcën e tij përballë 6 monedhave kryesore botërore, ka shënuar një rënje të ndjeshme, duke zbritur në nivele që nuk janë parë që prej vitit 2022. Deri më tani, nuk është raportuar ndonjë ndërhyrje konkrete për të frenuar këtë rënje. Ndërkohë, ekspertët ekonomik paralajmërojnë se politikat doganore të Trumpit, të cilat shihen si të paparashikueshme, po e shtojnë rrezikun që ekonomia amerikane të përballet me një recesion. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, shqetësimi i tregjeve tashmë nuk lidhet vetëm me inflacionin, por me pasojat e mundshme afatgjata për rritjen ekonomike. Edhe pse dollari është në rënje të lirë, presidenti Trump nuk shfaq shqetësim. Përkundrazi, ai e konsideron këtë dobësim si një avantazh ekonomik, pasi sipas tij, një monedhë më e dobët ndihmon në uljen e borxhit kombëtar dhe përmirëson bilancin tregtar të SBA-s. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 18 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në disa zona priten rreshje të her pas hershme shiu, kryesisht në zonat veriore dhe lindore të vendit gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbres deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor veriperëndimor, me shpejtësi 5 deri 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 21 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 20 gradë. Peshkopi 7 deri në 19 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 23 gradë. Durrës 12 deri në 23 gradë. Kavaj 11 deri në 22 gradë. Elbasan 10 deri në 22 gradë Celsius. Berat 10 deri në 23 gradë. Korç 7 deri në 18 gradë. Vlorë 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 12 deri në 23 gradë. Sarand 13 deri në 22 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 prill do të karakterizohet nga moti ndryshueshëm, me kthjellime dhe vranësira të her pas hershme. Në disa zona kodrinore priten rreshje lokale gjatë pasdites, ndërsa pjesa jugore e vendit do të ketë më shumë kthjellime. Temperatura minimale do të zbres deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi mesatare prej 4 deri 9 metër për sekond dhe her pas here në disa lugina deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 7 deri në 19 gradë Celsius. Podujev 7 deri në 18 gradë. Skënderaj 7 deri në 17 gradë Celsius. Pej 8 deri në 19 gradë.
Prishtinë 7 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov 8 deri në 19 gradë. Malishev 8 deri në 18 gradë. Gjilan 7 deri në 19 gradë. Ferizaj 7 deri në 19 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 18 gradë Celsius. Suharek 9 deri në 18 gradë. Prizren 8 deri në 19 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.